Interesi i nxënësve të cilët përfundojnë arsimin profesional dhe më pas largohen në emigrim për të punuar dhe për të krijuar të ardhmen e tyre, ka ardhur në ulje. Këtë fakt e konfirmon në një intervistë për televizionin 6+1 Vlora, drejtuesi i Shkollës Industriale Pavarësia Gentian Boçi. Sipas Boçit, në këtë drejtim kanë ndikuar pagat në rritje të biznesit vendas, të cilat i kanë dhënë mundësi nxënësve të punojnë në vende të mirë paguara me kushte shumë më të mira ekonomike. Nëse do flisim para 5 vjetësh në qytetin e Vlorës, pagat e profesioneve ishin qesharake. Unë do e them fjalën qesharake se ashtu ishin. Kishim nxënës që mbaroi vitin e 4, punonin saldator dhe merrnin 300-400 lekë vjetra. Gjë që nuk shkon, nuk mundet të shkonte, dhe kjo solli që në shumë vite shumë nxënës shkollës tonë me mbarimin e shkollës certifikoheshin diplomën dhe certifikatën e përktherin autorizonin dhe automatikisht në çdo vend të Evropës fillonin punë në profesion, pasi certifikatat tona tashmë njihen në gjithë, jo vetëm Bashkimin Evropian, po edhe në gjërë. Tashmë që nevojat e tregut, me gjithë zhvillime që ka qyteti Vlorës, nevojat e tregut janë shumë më të mëdha se ata që nxjerrim ne, biznesi është ndjejsuar dhe ka filluar të vlerësoj punën e specialistit. Sot në qytetin e Vlorës ka nxënës, nuk po flas për nxënës që kanë për biznesin e tyre, po flas për nxënës të punësuar të tjetri që marrin rrogë më të madhe se sa unë që jam drejtori i shkollës ku ata kanë studiuar. Dhe kjo është me shembull konkret. Dhe nëse pastaj do flasim për ata nxënës të cilët pas 1 ose 2 vjetësh hapin biznesin e tyre, pastaj kjo gjë nuk mund të krahasohet kurrë me të ardhurat tona, kështu që janë të ardhura shumë të mira dhe janë të ardhura të cilat jo vetëm nuk kanë ardhur vetëm nga dërgjësimi i biznesit, por kanë ardhur edhe nga nevojat e biznesit. Do ishte më mirë nëse biznesi ishte ndërgjegjësuar më para, ne nuk do kishim atë ikje të madhe. Megjithatë, shefrat e të ikurit po ulen çdo vit. Boçi tregon se Shkolla Industriale Pavarësia ka krijuar prej vitesh një sistem gjurmimi ku mban të dhënat e nxënësve të cilët përgjat apo pasi përfundojnë studimet, punësojnë në biznesit e vendit dhe në profesionin e tyre përkatës. Sipas Gentian Boçit, shifrat e atyre që punësojnë janë 74%, ku pjesa më e madhe e nxënësve kanë qenë të punësuar në profesionet të cilat i kanë studiuar në këtë shkollë. Ne kemi një sistem gjurmimi i cili i ndjek maturantët edhe pas mbarimit të shkollës, pasi ne duhet të dimë se ku dhe si vend nxënësit tanë, në mënyrë që ne të artojmë politika, plane pune apo programe të tilla që të përshtatemi më shumë me nevojat e tregut dhe nga sistemi i fundit i gjurmimit në 100 maturantë vitit kaluar na rezultonte se në periudhën që u bë gjurmimi vetëm 4 nxënës kishin ikur jashtë shtetit. Gjë që dhe kishim një punësueshmëri dhe 74% të nxënësve me njëherë pas mbarimit të shkollës dhe nga këto 85% e 74% ishin në profesione ku kishin mbaruar në shkollë, që është gjëja më e rëndësishme e shkollës. Ne nuk kërkojmë të punësojmë nxënësit pas mbarimit të shkollës, por ne duam që nxënësit të punësojnë në profesione përkatës. Dhe shifra 85% në profesion nuk është pak, pasi tek e fundit ne jemi shkollë si gjithë të tjerat, jo të gjithë mund të bëhen specialist, ashtu si në gjimnaze jo të gjithë shkojnë në shkollë të lartë, por po të krahasosh rezultatet finale të një gjimnazi dhe një shkolle profesionale, në gjimnaz mund të ketë 5 apo 6 nxënës të shkëlqyer në një klasë, nëse janë, dhe në shkollën profesionale gjysma 50% e nxënësve arrin të kenë profesionin në shkallën më të mirë të mundshme aq sa ofron shkolla, dhe kuptohet që pjesa tjetër pastaj do jetë në një biznes, do ketë edhe ndihmësa, do ketë edhe udhëheqës apo mentor të punës në biznes. Ndërkohë, shumë prej nxënësve të cilët përfundojnë studimet në Shkollën Industriale Pavarësia, pas përfundimit të shkollës, hapin bizneset e tyre, duke krijuar të ardhmen në vend dhe duke mos zgjedhur që të largohen.